Bota muzikore është një telenovele madhe. Artistet duhen dhe xhelozojnë mes njëra tjetrës, por çdo gjë kamuflohet përpara dritave të skenës, ku ato shfaqen të qeshura në krah të njëra tjetrës. Kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, por është një epidemi botërore. Sot do të flasim për dy këngëtare mjaft të njohura shqiptare, Parashivi Simaku dhe Eli Fara. Edhe pse kanë patur rryma të ndryshme muzikore, duke se në prapasken ka patur xhelozi të madhe. Ky detaj që zgjon shumë kurreshtin e publikut u tregua fare rastësisht nga vet Eli Fara. Ajo tha se në vitet 80 këngëtarët dilnin në skenë dhe këndonin, ndërkohë që për herë të parë në televizionin e atyre viteve, vëmendjen e mori Parashivi Simaku, sepse asaj u bën 2 këngë me videoklipe, gjë e rrallë kjo në atë kohë. Eli Fara tha se kur pa që Parashivi Simakut po i bëshin videoklipe, ndjeu xhelozi dhe shkoi te regjizori i saj dhe i tha: "Pse po i bëni vetëm Parashivi Simakut videoklipe dhe jo mua? Pse ajo të ketë këngë me videoklipe dhe unë jo?" Regjizori ishte munduar ta binte Elin se ajo dhe Parashivia kishin rryma të ndryshme muzikore, ndërsa Eli Fara nuk kishte hequr dorë nga kërkesa e saj, deri në momentin që edhe asaj ju bë një videoklip për këngën. Eli Fara nuk ka patur as pak kompleks të thotë se ka ndjerë xhelozi për Parashivi Simakun në kohën që ajo kishte kapur majat e audiencës në Shqipëri. Po ju, si mendoni, kush ka qenë këngëtarja më e suksesshme e viteve 80-90 në Shqipëri? Eli Fara apo Parashivi Simaku? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.